Mirëmbroma të dashur pacient dhe miq të Tru Podcast Media nga Shpendgashe. Siç e shihni sot jam veshur si kryeministri, domethënë me tuta sportive poshtë dhe me një xhaket. Do thonë juve a kam Edi Ramën këtu, jo, nuk na vjen Edi Rama, se shumë i zënë me fushatën. Por kam një socialist të mirë, kam një socialist të vërtet. Ke parasysh nga ato stegat e vjetra të socialistëve, ata burrat profesorat e mirë që kishe krenari, që ti shikojnë në parlament, që fatkeqësisht nuk do ta shikonin parlamentet lloj legjislature, sepse mund të shikonin në një prerje tip alla Zenxhineja me shoqa, si nga PD-ja, si nga PS-ja, se ka klona cirku nga të duash, por Tru Podcasti, filozofinë e vet ka vetëm njerëzit me integritet dhe njerëzit të cilët kanë mendim kritik dhe tru. Një ndër ata mendimit kritik dhe një nga ata kolosët e politikës qytetare, unë e kam studio dhe është zoti Petro Koçi. Mirë se gjeta. Mirë se merdhe. Që të themi nuk njihemi me njëri tjetrin. Është mirë kur infektohesh pozitivisht. Po, ma ka thënë Samir Strati, ma ka thënë ti mund t'i thuash Ramës çfarë të duash, ka thënë. Vetëm ta dishta që ka botuar, ka përkthyer dhe ka botuar Kandinskin, që është mbreti i filozofisë ngjyrave. Të pakën artistikisht aty nuk ke çfarë t'i thuash Ramës. Por shpresojmë që omret. Ti si i pavarur ke ditur nga çfarë të infektohesh. Po, domethënë, shikoj, është diçka që mund ta neveris politikisht. E kam gjithë drejtën e botës si një socialist mund të neverisi Berishën për gjithë metat që ka, që është pafund me të meta. Por unë përpiqem që ti marr gjën e mirë. Pra ti marr vullnetin, ti marr si thua racionalitetin për të menaxhuar pushtetin, sepse Rama ka pas shumë të vështirë për ta menaxhuar pushtetin e 12 viteve, sepse e ka thonë mirë, neve tallemi ato jo darda të gjitha se bëjmë luftë politike, por nuk jam i bindur që as Rama as Berisha nuk e kanë idenë se çfarë bën drejtori në Fier. E marrin vesh pasi plas bomba e skandalit. Dhe këtë lloj gjëje që cie, unë jam përpjekur t'ja marr. Edhe të folurin publik që është brilante. Në këtë nivel përgjegjësisht që po flasim, pra nivel drejtuesi, kryeministër apo afër atij niveli, sigurisht që nuk mund mbaj përgjegjësi për se çfarë bën një drejtor apo një tjetër, ta mbajmë përgjegjësi për fenomene. Pra, nëse ne kemi një kategori drejtorësh, të cilët po themi dhe po përdorim prapë termin infeksion, janë infektuar nga një lloj dukurie që dëmton interesin publik dhe interesin qytetar, për atë ata mbajnë përgjegjësi. Kurse në kuptimin individual patjetër nuk mund të mbajnë përgjegjësi, secili berr e thot populli varet nga këmbët e veta. Por meqense nisëm me atë termin infeksion duke bërë dhe pak shaka, në një farë mënyre, nëse termini infeksion e përdorim si termi formim, në farë mënyre gjithë procesi jetësor, sidomos në rini, është infeksion. Por jo në kuptimin negativ. Më thonë që ti afektohesh, më saktë. Jo automatikisht negativ, po në një farë mënyrë po e përdorim pak ndryshe si term, se më shumë është mjekësor. Por dhe në kuptimin moral përdoret negativisht, ne po themi që ti mund të infektohesh në thonjza dhe nga gjëra pozitive. Shikoj, në qoftë se si shoqëri me çka kam kuptuar unë, politikisht pakën, ne jemi të infektuar negativisht dhe literalisht nga ideja laboratorike e të menduarit gjërave. Pra, një njeri është 100% i zi ose 100% i bardh. Kjo vetëm kushte laboratorike ndodh. Kur ti e ke dy substanca që i bashkojnë me njëra tjetrën. Dhe fatkeqësisht, po themi, ky fenomen ka ardhur gjithnjë duke bërë më negativ. Unë duke krahasuar debatin politik të viteve 90 me tanishmin, mendoj se debati ka rënë shumë si nivel. Frikshëm. Edhe niveli i kulturës politike në kuptimin masiv të fjalës ka rënë shumë. Nëse ne atëherë diskutonin për shembull më shumë për natyrën e republikës, duhet ishte presidenciale, duhet ishte parlamentare, etj. Tani nuk ekziston më ky lloj debati. Dhe pak zëra mund të hapin ndonjëherë, por më shumë
duke referuar në një momenti siç është për shembull ndryshimi i kushtetutës në 2008-ën. Që janë momente që i bën njerëzit të kujtojnë që ore ka nevojë për një diskutim edhe për natyrën e Republikës. Domethënë kjo përmbajtja e kushtetutës mbase nuk është më e mira e mundshme. Edhe kush ka ta ndisur tani debati? Më shumë është pra, po ta themi me terma të thjeshtë. Nëse diku ne thoshim për çfarë je, tani është vetëm ky debat, me kë je. Pra kjo është një katandisje e kulturës politike. Po domethënë, a mund quhet kulturë politike kjo? Kulturë politike është, por nuk është e shëndetshme. Është le ta themi negative, jo progresive. Pedro, kam një pyetje. Domethënë, si evolucion quhet edhe përçapja për para, edhe për mirë dhe për keq. Edhe regresi. Po, qartë. Tani si ka mundësi që ky evolucioni i shoqërisë shqiptare, se unë mendoj se jemi të gjithë fajtor, edhe ne qytetarët që e delegojmë votën pa pikë përgjegjësie me tifozlik. Ky është faktike. Domethënë, klasa politike gjithmonë është refleksioni i asaj që e sovranit. Unë mendoj se Rama dhe Berisha nuk do ishin Rama dhe Berisha në një shoqëri gjermane ose në një shoqëri franceze. Ata do merrnin tipare, do mvishnin tiparet e shoqërisë gjermane, pra të sindikatave të gjitha do bëheshin më të përgjegjshëm. Kur neve kemi një shoqëri mos ngatro shumë me emra, se pastaj Jo, po flasim Rama dhe Berisha, po marrim dy shkollat e mendimit politik. Më kompromenton. Rama dhe Berisha, dy shkollat e mendimit politik. Se kemi personale me ata, ata janë lojën e tyre. Unë e kuptoj që ata janë lojën e tyre politike, ka gjithë drejtën e botës ai, ka zarët në dorë. Ata i kanë zarët për momentin në dorë. Neve mund ta kemi nata apo jo, po ata janë më të zotës se sa neve. Sepse ata po vendosin tani, kanë fuqi. Ne s'kemi, rrim ti shikojmë nga poshtë. Por e kanë fjalën që një politikan arkaik Ballkanas nuk do ishte arkaik dhe Ballkanas në tiparet kulturës politike, nëse do ishte në Gjermani vëlla. Edhe kjo është ajo pjesa e fajit që ka shoqëria shqiptare. Unë jam dakord me këtë. Pra, në fundit politika, qoftë në qeverisje, qoftë në opozit, reflekton shoqërinë, pa diskutim, dhe nivelin e saj. Nuk jam dakord me atë që gjithë zarat i kanë 2-3 veta në dorë. Unë sot mendoj që ka një, le ta quajmë një klasë, mund të jetë një term shumë relativ, jo absolut, një klasë, po themi, oligarkësh, të pasurësh, të cilët kanë në dorë shumë pushtete. Domethënë mund mos kenë shumë pushtet politik, por duke patur pushtet ekonomik dhe mediatik, në mënyrë kanë edhe pushtet politik. Bile shpesh herë mendoj që politikat, por dhe politikanët bën viktima të këtyre pushteteve që administrojnë më shumë nga ca të tjerë. Pra unë mendoj që dhe këta kanë shumë në dorë. Problemi është se sa nacionalistë janë në kuptimin e vërtet fjalës, pra si patriot, se sa interes kanë për demokraci më parimore, jo demokraci si ta zëme deri tanishme. Një demokraci shumë më të mirë, një demokraci që i shërben qytetarit dhe i shërben plotësimit të standardeve që demokracia të nivelit, po themi, europian. Pavarësisht se ajo nuk është se ka një standard europian të mirëfillt, janë shumë vende në Europë dhe ato kanë standarde të ndryshme. Por gjithsesi, po themi, në termat e shtetit ligjor dhe të marrëdhënieve të shtetasit apo qytetarit me shtetin, ka ca standarde që ata i kanë mirë vendosur prej kohësh. Pavarësisht se vendi mund të quhet Hungari, mund të quhet Francë, Itali, Gjermani, apo dikur kur ka qenë ata njohin zgjedhjet, Britania e Madhe. Ata mezi sa i presin zgjedhjet. Antare e BE-s. Kështu që unë mendoj që edhe njerëzit kanë shumë gjëra në dorë. Natyrisht që nëse kemi një shkrirje të pushtetit politik, ekonomik dhe mediatik sidomos, atëherë mund të krijohet një situatë e rrezikshme. Dhe në këtë rast mund të themi që qytetari ndofta e ka të vështirë ta luajë rolin e vet, pushtetin e vet. Edhe në këtë rrafsh unë shpesh jam përpjekur që të përdor edhe termin që t'i japim pushtet qytetarit. Pra, edhe pasi është bërë votimi, pra janë bërë zgjedhjet, të ndërtosh një skem, po kryesisht nëpërmjet partive politike, që ato duke bërë sa më demokratike të garantojnë pjesëmarrjen e qytetarit në vendimarrje,
edhe pse jo dhe në qeverisje, në kuptimin e përfilljes serioze të kërkesave, propozimeve, këshillimeve, apo dhe presionit që mund bëjnë komunitetet qytetare. Kjo nuk është se nuk ka ndodhur fare, në Shqipëri ka ndodhur në plot raste që presioni qytetar ka sjell produkt. Besoj ju kujtohet protesta studentore. E gjatë dhe shumë efikase. Dhe bëri qeverinë që të reflektoj për çështje që mund të kishin mbi 25 vjet mbi të cilat nuk ishte reflektuar kush. Ajo u kompromentua. Unë kam qenë pjesë. Po, dakor, shiko, politika bëri se vetëm. Mund të flasim edhe për kompromisin. Në një farë mënyrë jeta është kompromis. Po ishte shumë okult kompromis. E nisëm çfarë me termin infeksion. Po jeta është një kompromis. Problemi është një kompromisi të mos jetë, po themi, i natyrës që shkelca parime që mund të quheshin vija të kuqe. Po megjithatë unë them që presioni në shumë raste ka bërë punë. E dikush është një protestë që me të vërtet ka bërë punë, që kemi qenë gjithë maj të djathtë të armët kimike. Kemi qenë të betohem, Pedro, grupi joni i universitetit, me një grup tjetër të universitetit ekonomit, rreth, se cili për qefin e vet, u ulëm bukën me vete, edhe nuk çohemi që këtu pa marrë ky vendimin. Edhe doli Rama që mbajte një lloj përgjigje që u duk si po, pastaj tha jo, kupton, bëni ato lojrat e veta të fjalëve, sepse është i aftë për atë punë për të folurin publik, ditë luaj. Ajo ishte, pra ne ishim të maj, të djathtë, njerëz që donin Berishën, se donin Berishën, donin Ramën, ishim aty sepse u friksuam apo. Ishim i den që ai mund të ishte edhe një perceptimi gabuar për atë që do ndodhe, po e rëndësishme është që se kjo është e tmerrshme. Kur e ka menduar më vonë që u bëra pak më i ditur se çisha, sa lek i sillnin Shqipërisë ato mbetet kimike. Nuk mendoj dhe aq për financë se sa për një rol i cilin nga pikpamja gjeostrategjike i jepte më shumë rëndësi Shqipërisë. Gjithsesi unë mendoj që ajo është kompensuar pastaj sepse dihet që Shqipëria në këto vite në marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara dhe me gjithë komunitetin euroatlantik, besoj ka qenë në lartësinë e duhur. Po. Unë mendoj vetëm në këtë rast, se nga pikpamja financiare është një gjë që mund të kishte një lloj përfitimi, po jo besoj. Kurse kjo e studentëve, ç'a bëri? Ishim vetë studentët edhe që firmosen vrasjen e arsimit, sepse u kompromentuan. Nuk i vajte, domethënë, nuk mund t'i thuash dot kryeministrit ti rrugaç, siç bonin aty. A kupton? Edhe kur vetë te kryeministri, vetëm me kokë ulur që ti marrësh diçka. Ky është efekti, se do flasim për kalojmë ti çështje tjetër, për shembull, rrjetet sociale çka kanë bërë. Për mua kanë aspektet e veta pozitive, sepse kthehen në një institucion ku një shumicë mund të imponojë, edhe nëpërmjet rrjetit social. Por nga pikpamja e etikës dhe të kulturës, ka dalë djalli nga shishja dhe nuk ka birë nëna që e fut më brenda. Domethënë unë shoh bie fjala bëjun këto postimet e mia që në shumicë janë politike. Absolutisht, ju jeni për politik. Bëj edhe postime me natyrë tjetër, që nganjëherë pëlqejnë edhe më shumë. Por bie fjala unë flas për një çështje X, aty shoh një koment që merret me çështjen Y, e kupton? Edhe termat janë me sharje, me fyerje nga më të rënda, domethënë edhe duhet të jesh shumë kështu gjakftohet që të mos prekesh. Problemi është sa herë që neve i kthejmë përgjigje atyre. Nuk është problemi tani se studentët mund të kenë përdor atë lloj termi. Nëse ne flasim për studentët, shikoj ku është e keqja them. E keqja është që nëse ti përdor dhe imponon rregulla strikte lidhur me vlerësimin e procesit studentor ose mësimor ose universitar, ata s'duan. Ata duan një gjë liberale që mundësisht një fjala të marri diplomën pa bërë asnjë lloj, po themi, sakrifice dhe asnjë lloj përkushtimi. Ky është problemi themelor. Tani se i than Edi Ramës, Sali Berisha apo Petro Koçit rrugaç apo diun. E di që nuk kuptojnë. Kjo është një gjë që këta nuk kuptojnë diçka. Për cilën ai mund të reflektojë më vonë, sepse mund t'ia thot atij kur të vej në atë moshë,
mund t'ja thotë Do t'i të kujtohet njëjtën vete, gjë, do t'i kujtohet vete. Do mendoj që është vërtet gabim. E di kush është problemi? Po kjo s'korrigjohet dot. Ky momenti po. I viteve studentore nuk rregullohet dot më, nuk kompensohet. Mund të kompensohet në individ caktuar, por në kuptim masiv jo. Problemi këtu është ky, që këta nuk e konceptojnë dot se politika ndoshta nuk do të lejë idiotëra, se I duhen disa si thua, disa evidenca pozitive, tregues, indikator pozitiv që ka bëj investime në arsim me gjitha, sepse duhet me marr votën një herë 4 vjet. Por politika ty nuk të refuzon kur po të vish idiot I ambalazhuar që mund të përdorësh lehtë. Këtë nuk kuptojnë këta. Nuk e kupton politika. Nuk e kupton vetë sovrani. Sovrani. Sovrani nuk e kupton. Që ti bëhesh idiot I dobishëm për politikën, për të dyja krahat. Kur vin pushtet. Pse? Sepse ti je lehtësisht I manipulueshëm. Ti nuk di çfarë të kërkosh. Po kjo është një e keqe, do të them unë, që është shumë e vogël në raport me jetën e çdo antari të këtij sovrani. Problemi është që ai ka një jetë përpara. Dhe jo gjithmonë jeta jote është e lidhur me fatin politik, edhe me faktin se kush është në qeveri. Është X apo është Y. Pra, në qoftë se po përdorim atë termin, pra ti je një njeri I pa ditur fare, se s'po them atë termin. Problemi është që si do e ngasësh ti jetën. Nuk e ngjet dot, është si puna e asaj që ti japin një makinë, por nëse nuk e bër pak kurs, s'ke mësuar, do bësh aksident me njerëz. Si puna. Kështu që dhe një njeri I pa mësuar, për shembull aktualisht për shkak edhe të defekteve që ka sistemi arsimor, për shkak të defekteve që ka tashmë marrëdhënia e komunitetit, të prindërve, të vetë nxënësve apo studentëve me sistemin arsimor, për shkak të defekte që ka vetë, po themi trupa mësimore dhe pedagogëve, se ka defekte. Pafund. Ka të mirë plot, po ka pafund. Ne dëgjojmë aty këtu gjëra që mund të jenë të pabesueshme. Për shembull, sot lexova një mësues 55 vjeç që ngacmonte seksualisht minoren. Domethënë këto janë gjëra të merrshme. Nuk janë të rënda, janë të tmerrshme. Janë të tmerrshme. Pra, e kam fjalën këtu që këto janë defekte sigurisht që kanë pasoja. Por nuk duhet më shumë reflektim. Duhet shumë më tepër reflektim, dhe kjo nganjëherë nuk ndodh. Qa mendon se në 12 vjet qeverisje të Majtës, diçka nuk ka shkuar nga fillimi deri në fund mirë. Se që ka ups and downs, ka ulje ngritje, këtë se kam fare problem për ta thënë. Jemi racional. Është një, për shembull, mund të them një gjë për cilën kam folur dhe le të përdorim termin më ka zënë goja lesh. Më ka zënë goja lesh fiks. Hipotekat. Hipotekat. Domethënë, edhe nëse ne flasim për sfidën e këtij 4 vjeçare që vjen, për mua hipoteka është sfida që lidhet me qytetarët. Po. Se ka sfida është integrimi, po flet si majt. Ti po flet si majt, puro I majt. Hipotekat janë problem shumë I madh. Domethënë duhet një gjë, një ndërhyrje, një marrje përsipër e një përgjegjësie për të vepruar me forcë, me efikasitet, për të korrigjuar gjithë këtë boshllëk të madh. Pa diskutim. Domethënë kjo është një çështje. Po çka ka ndodhur gabim dhe hipotekat, një gjë që nuk zhbohet dot më. Ka mbivendosja se ato janë hallka. Gjëra që nuk rregullon dot më sigurisht që do ketë. Po, ne po flasim për pjesën masive, pra për prona që të cilat nuk kanë probleme as mbivendosjes. Pra tokat, në përgjithësi tokat e ndara me 7501-shin, vetëm në raste të ralla mund të kenë një mbivendosje. Problemi është që ai fshatari në Seman apo në Gryk, në Sheq Marinas, bie fjala në Fier. E ka aty pronën, pak a shumë e administron, por akoma s'ka marrë letrat. Dhe mund t'i duhet që të bëjë një lloj biznesi me ato. Edhe nuk e bën dot. Akoma nuk ka legalizuar apo këtë hipotekuar shtëpinë. Mundoj ta shesi. Edhe bie fjala nëse një zonë urbanistike, po them, jo urbane. Se është rurale. Nëse ajo tërheq një investitor, po gjithë këta që mund të ketë shtëpi aty nuk kanë letra, po themi, siç e thot populli, kuptohet që frenohet ai shpirti I investimit. Po, është investimi pa sigurt. Mbetet pending, kështu që dhe ndërkohë ai mund vej diku tjetër. Kështu që kjo është një çështje që duhet zgjidhur sa më shpejt. Dhe për mua zgjidhet
nuk po them kollaj, por unë mendoj e para njerë ajo do që të vësh në krye një përgjegjës me natyrë politike. Pra që ti kërkosh llogari politikisht, jo teknikisht. Po. E dyta, mendoj se ka nevojë që ajo si administrat o të shumë fishohet, pra të dy fishohet. Të dy fishohet, po. Të dy fishohet. Dhe ti normohet puna. Dhe të ndroj koncepti, jo të bredhi qytetari për të marrë atë certifikatën, të bredhi ai zyrtari i hipotekës që t'ja garantoj atë hipotekën qytetarit. Dhe një çështje, një propozim teknik që kam unë, pronat e certifikuara tashmë, le t'i japin noterët vëlla, pse duhet bredhin mbas zyrës hipotekës, për çfarë? Pse? Jepi akses noterit që të hyjë tek pronat e certifikuara, jo të pacertifikuara. Po, certifikuara, ato që janë certifikuara është një proces etj. Ajo që është e certifikuar, pse? Sepse ti kërkon një certifikat të freskët. Po. Nuk e merr dot. Nuk e merr dot. Ka korrupsion. Ka korrupsion. Dhe nuk e di këta njerëz që vjen atje si çat dreqin u ndodhe vëlla, sikur këtu është tamam ai termi infeksion. Infekton në mënyrë të menjëhershme. Sepse pushteti është drogë shumë e fuqishme. Është shumë e fuqishme. Ato sigurisht janë interesa të mëdha, po tani çfarë kuptimi ka që ti të jesh në punës në hipotekë dhe shkon qytetari thotë, "Ore, ma hipoteko shtëpinë, e ka 3 kaçe." E shef ai si një pronë nga e cila duhet të vjel para. Që nga 3 kaçe kjo. Hajde duhet në 5.000 euro. Po kush je ti më? Ky tjetër mezi e ka bërë, mund të kenë fëmijët e vet kanë, mund të kenë edhe kockat andej jashtë. Mund të kenë edhe kockat. Siç ka ndodhur me shumë djem edhe vajza që kështu i ka ndodhur jeta. Qoftë me qindra aksidente. Qoftë në të bar, qoftë në të zezë. Ore nuk ka rëndësi në të bar në të zezë. Po flasim për në punë. Po. Ata mund të kenë ndodhur humbja e jetës në aksident në rrugë në fund. Por ajo është pranë e siguruar me gjak. Dhe shkon ky maskaraj, po them, me emrin e vërtet që ka dhe i kërkon para. Edhe unë ky problem për mua ka qenë vajta në fillim kombinat. Pastaj shkova në Fier, sërish kryetar partie. Pastaj edhe kandidat për deputet. I njëjti muhabet. Mbaroi kjo situatë sërish. Do thuash ti ndërkoha janë bërë hipotekime, pa diskutim që janë bërë. Pa diskutim që janë bërë dhe janë bërë shumë. Po nuk ishte dhënë një zgjidhje, po them, me natyrë përfundimtare dhe të mbeten çështje të cilat mund të duan pastaj në fund edhe ndryrje me natyrë, po themi, ligjore. Po. Shumë ka prona të cilat sot po shkatërrohen sepse nuk kanë trashëgimtar unik. Kanë 50 trashëgimtar. Ajo do një zgjidhje ligjore. Po mund të ketë ndonjëherë zgjidhje. O të ndrysh me short, po. O nuk e di, ose të bësh një vlerësim diku, të bëj një komision vlerësim prone, të japit gjitha dhe pastaj ku të nxjerrësh pronën nga. Sipas konceptit ton, mund të ketë ndonjëherë zgjidhje për 7501-shin. Apo do vullnet shumë të madh. Politik. E vështirë është ligj pa i përjashtuar as kriminal, as këta që e kanë përvecuar. Sepse Enver Hoxha vërtet i mblodhi pronat, i mori, i kolektivizoi, por dokumentat ishin aty. Po. Për shembull, ata që me pronë private, qoftë në tokë, qoftë në, po themi, kullot, në pyje, në kafsh, në pronë tjetër, kaluan në kooperativ, praktikisht krijuan një shoqëri aksionere. Ajo është kooperativa e shoqëri e mirëfillt aksionere. Në momentin që ti e prish, kthejo aksionet njerëzve. Po kush je ti që ti vendos ndryshe, edhe vendos që në bazë të frymëve të ndash tokën time. Edhe unë shiko, nuk them se është një gjë që e kuptova që në fillim. Edhe unë isha indiferent fare. Po më vonë kuptova që indiferenca ime ishte kriminale ndaj gjithë kontributit të parëve të mi, të cilët krijuan prona me djersë dhe me gjak. Është komplet e papranueshme. Refleksioni është të paktën të kishte një koeficient. Po. Ku le të llogaritej dhe numri i frymëve,
sepse vitet kishin bërë të vetë në tjerë. Por ama të kishte një koeficient dhe për ish pronarin. Të kishte një koeficient. Pra të mos merrte një lloj, po themi, ai që s'kishte patur dikur asnjë lloj prone, dhe ish pronarit mos merrte asgjë. Pse? Sepse nuk banonte në atë kohë në fshat. Në fshat, po. Si ishte antar kooperative. Shumë në rastin e gjyshëve të mi nga babai, shoqyrë që ishin gjallë ata 2 shkretë dhe morën pronë sa për 2 frymë. Bile dhe atë ja u kanë dhënë gjysmë, se tani e kanë verifikuar, i kanë dhënë gjysmën e normës. Gjysmën e normës. Të metrave, po. Se toka në Bregdet është Flori. Po. Gjysmën i kanë dhënë, dhe tani kjo është një gjë që nuk rregullohet dot akoma. Po. Duhet dali një akt tjetër, ku diun, etj. Dhe ndërkohë pronat janë bosh, vazhdojnë të i marrin të tjerë, ta kupton? Dhe shpesh herë njerëzit me drejt thonë, pronat i morën të fortët, i morën maskarinë. Dhe pronarët e vërtet mbetën rrugëve. 15 hektar kemi familja jonë, Nasër Gjyshi, që e ka marrë me Napoleon Ari, që në kohën e Zogur kanë ardhur dyndjet kosovare. Në Fier, ne nuk kemi asnjë. Se të rjetën në kohën e komunizmit po ikim qytet që të shkollohemi, të lëm fshatin, se kush e mendonte. Tash del se ishte fshati qyteti Magneti. Magneti. Normal. Dolën argatat e babës, qëndrimtar aty në Vajkan, qëlluan aty morën tokën. Tash me i vajt me dhunë, si jemi të dhunë se të litare do bëj. As kompensim. Po kompensimi është 20 lekë, Petro, 20 lekë vjetra. Jo, kompensim fizik. Po kompensim ku? Fizik. Ku? Në një tokë që mund të ishte e parasha i koeficienti që tham. Po të kishte një koeficient ku edhe ish pronarit vlerësoj, do ishte më e zbutur, më e amortizuar. Po, amortizim, po, do kishte amortizim, po. Diferenca mes përfituesit dhe humbësit. Pra do ishte më amortizuar. Por në një tokë të së njëjtës kategori mund të merje, po themi të asaj kategorie. Dhe Fieri bie fjala ka patur plot. Pafund. Që ishin bosh. Pafund. Kështu që mund të merreshin, edhe kishte mundësi. Por dhe aty ka një gjë që prona është si puna e hipotekës. Pra duhet të brithte ish pronari mbas zyrave që të merrte pronën. Por mirë, pse se kthen pronat në mënyrë të integruar? Pra ti mbaro punë me fshatin filan dhe një gjithë ish pronar. Po. Publikoje. Dhe pastaj, në momentin që aty ka kontradikt, kjo të zgjidhej me gjyq. Do më të thoshe unë që shiko, familja Gashi nuk ka qenë këtu, ka hyrë 2 metra tek familja ime. Dhe kjo duhet rregulluar me gjyq edhe me dokumenta e tjera. Kaq. Ama ndërkohë ti duhet e kishe marrë atë trungun kryesor të pronës, pjesën kryesore. Kjo s'ka ndodhur. Edhe bridh edhe sa më i dobët ishe, edhe kështu në planin fizik, kur se merrje pronë. Sa më i ndershëm nuk e merrje dot. Kështu ndodhe me hipotekat. Më thuaj në një që ka para, nuk ka pronën të pa marrë. Ai ka marrë, jo vetëm që ka marrë pronën e vet, ka marrë dhe pronat e tjerëve. E ka përvecuar në mënyrë kriminale ligjore. E ka marrë. Kurse ai që s'ka para dhe s'paguar dot, nuk e ka marrë dot. Në veri, Pedro, ka një shprehje, e kam dëgjuar te këta malcorët, ma ka thënë gjyshin diet pas, toka e tjetrit fut mrena. Prandaj 7501 në 90% rasteve se 10% do dilën dhe atje që do t'i zaptonin tokat njëri tjetrit, a kupton? U mblodhën pleqësia, për shembull pleqët e Lurës me gur. Kjo është toka e Petro Koçit, e gjyshit Petro Koçit. Jepja çoja haberin që të vi dhe ta marrë, se po e ndajmë vet. Tani. Është qartë. Po ta japun pjesën që duhet. Në jug nuk ndodhi kjo. Nuk e di pse, po neve e kapëm kapitalizmin, e kapëm prej brirësh. Nuk e kapëm nga qafa, e kapëm nga brirët, vetëm e zaptu. Domethënë, kemi kriju një lloj koncepti urrejtje për shtetin, sa e lidhim konceptin e shtetit me qeverinë. Ajo është po themi Prisha zotikun Fier, se e ka ndërtuar Enver Hoxha. E kemi ndërtuar neve më qytetarët. Çfarë Enver Hoxha? Enver Hoxha dha firmën për ndërtim solli kinez. Është parimi i tokë Xanun. Është gegrist, fatkeqësisht dhe duket sigur është, po themi, po s'ka, nuk ka fare krajnore. Praktikisht ajo është metoda. Sot neve çfarë prodhojmë sot? Pedro, në 34 vjet vëlla, se unë nuk e ndaj partit në 34 vjet. Ka njerëz me integritet pafund brenda të dyjave, se janë ajo Yingu dhe Yangu, është
e bardha me të zezën, pra duhet një lloj balance valvull shkarkimi, se s'mund të jetë e gjitha e zezë. Gjë kineze është Pikërisht, por që shiko kush e ka kapur për shembull. Partia Demokratike e kapën ata që e kapën, edhe përfundojnë luftë civile me njëra tjetrën. Po, vërtet. Partia Socialiste të bën pisë edhe ty, që e senatori socialistëve, kur ti shikon një kolegun tënd që vendoset nga bandat. Ore dashur pa dashur, perceptimi i qytetarit thot, po ti koleg me ata ja se rrin gjitur. Ja vërtet është. Kupton shpenë? Kur thon politikan, thon ky është hajdut. Është hajdut. Është të mëshme. Po unë që ju njoh juve familjarisht, kam qenë me vajzën tuaj në shkollë. Po. Edhe pse 2-3 vjet më e vogël se unë, çfarë familje nderuar jeni fjer, se si respektojnë të gjitha. Nuk mund ta konceptoj të Petron me XY-in apo, që është kriminal më, nuk din me lidh dy fjalë. Ka bler mandatin. Në troç fare, bukur pastër stak, ka kotuar ka bler aksiona. Në fushate, me njerëz, ku di unë. Se ne i shohim. Në fatkeqësisht kemi hyrë tani në një sistem që kjo me këto me lista të hapura që kërkon patjetër dhe para që të bësh një fushat që mund të fitosh. Pafund. Edhe unë nuk është se po e them tani mbasi ky sistem po kalon provën dhe efektet negative besoj janë bërë më të prekshme, më të prekshme. Edhe nga njerëzit që kanë pas iluzione që mendonin se me lista të hapura do zgjidhte populli, do praktikisht i zgjedh trafiku i influencës. Unë kam thënë që listat e hapura, sidomos duke qenë të nivelit rajonal, pra vendor. Rajonal është vendore, janë vendore. Atëherë kjo është një lloj si zgjedhja e kryeplegjve. Nuk është dhe bie dimensioni politik i zgjedhjeve. Përfiton më shumë dimensioni, po themi individual, krajinor, i lagjes, ku diun, i trafikut të influencës, të pushtetit, të asaj zone. Bifela në një bashki të vogël, është normale që ande nga anon ai që drejton administratën lokale, që të orientoj sepse kanë interesat njerëzit të tjerë. Nuk ka nevojë as ti kërcënosh njerëzit, po do vetojmë X-in, më kupton, edhe hop kalon automatikisht ajo. Se kështu është ndërtuar, bile kjo ndarja administrative me 60 bashki ka sjell shumë gjëra të mira, po nga një pikë pamje është negative se ka krijuar 60, po themi bajraqe. Që të cilat janë shumë, duan rregulla shumë të forta që të shmangin këtë fenomenin e pushtetit personal mbi komunitetin, mbi administratën. Po ç'a na mungon ne për shembull në parlament të dilë një burr i mençur, dhe thoshte ta bëjmë proporcional kombëtar me lista të hapura. Ta kam thënë edhe unë këtë gjë për i mençur. Kjo është një gjë që mençur, ai është burr i mençur. Të votojmë nga Konispoli në Vermosh. Kur ka raportuar kryekomisioneri Celibashi në kuvend, unë kam folur hapur kundër këtij sistemi dhe kam thënë që është një sistem që do infektoj marrëdhëniet e fushatave, të partive, të kandidatëve me njerëzit. Por njerëzit do i pjell belaja. Se kap njëri kap tjetri, sidomos kur janë të një kampi dhe këtu bëhet fjalë për luftën brenda një kampi. Kjo është luftë brenda llojit. Luftë brenda PS-s apo kjo ndodh gjithandej dhe ne dëgjojmë lloj-lloj, po themi, gjërash, episodesh të cilat e vërtetojnë këtë gjë. Do i pjell belaja njerëzit tani. Kap dhe njëri, kap dhe tjetri. Vetë marrëdhëniet mes kandidatëve do jenë të tensionuara. Dhe që besoj do duan kohë dhe më vonë për të qetësuar, me siguri. Po pse duhet kjo sforco, ky lloj stresi i panevojshëm, që nuk është në fundit nuk është vetëm stres politik, është edhe stres social. Në pak stres kanë njerëzit tani, psojnë edhe këtë stresin tjetër. Thonë, do zgjedhim Hasanin apo Hysenin nga partia ime. Nuk shkon. Plus që për shembull për një parti të majtë siç jemi ne, kjo nuk shkon fare njerëz, sepse i kthen edhe marrëdhëniet shoqërore dhe marrëdhëniet politike në marrëdhënie kapitaliste. Po. I kthen se ne themi që ekonomia jonë është kapitaliste. Po. Sigurisht që duam kapitalizëm social, se kjo është një term, një kategori që është relativ sigurisht. Po që pak a shumë ka qenë mënyra ekonomi tregu e lirë, po me qasje sociale. Me qasje sociale. Jo, po ka qenë mënyra për të zbutur, po themi në një farë mënyrë
atë nevojën që ka patur qytetaria perëndimore për të parë tek lindja e dikurshme komunizmin ideal. Kjo qasja sociale e këtij kapitalizmi e zbuti këtë me fjalë. Edhe sigurisht pastaj kanë shërbyer se transparenca zgjidh shumë gjëra. Patjetër edhe i rrëzoi shumë iluzione, qoftë edhe këtu brenda vendit tonë. Po e kam fjalën këtu që për ne si parti e maj nuk është fare normale kjo marrëdhënie kapitaliste. Pra ne themi ekonomi kapitaliste, po jo shoqëri kapitaliste. Po mirë, a do ishte për partinë tuaj, a do ishte, si thua, e konceptueshme listat e mbyllura? Shiko, ose të paktën kjo është një çështje zgjedhje. Unë mendoj për shembull në një terren si Shqipëria, që ka konfliktualitet, ka akuza për shitblerje votash. Apo ka shumë. Po, pafund. Ka dhe realitete, besoj. Njerëzit diku mund të flasin edhe për justifikuar vetëm, po diku dhe kanë ndodhur. Apo jo. Atëherë unë mendoj që ti duhet të synosh një sistem i cili objektivisht i zbut këto gjëra, ose i minimizon të pak. Po. I ul koeficientin e përdorimit. Kurse ky sistem e rrit koeficientin e përdorimit të paras, të kësaj marrëdhënies, po themi, të fshehtë, ëh. Se paraja nuk jepet kështu sheshit, ai ka një mik atje, shkon tek 2-3 familje dhe bëhet atje biseda, kupton? Dhe shqiptari duke patë dhe këtë që quhet besa, edhe nuk denoncon. Nuk denoncon, kështu që se këtu ka një problem kjo, duhet dalim dhe te kjo çështja e besës, besa është një kategori, është një institucion i shenjtë, por ka një problem tek ne. Ne japim besën në individit, jo parin. Besa apo omerta? Se ka diçka. Besa është besa, omerta është kur ti heshtes. Po ja dhe individit për mua është problem. Po ja dhe një parimi, pra ti nëse i jep besën një parimi, është shumë ndryshe. Ne jemi kundërshtar pra një vlerë të shenjtë, nëse ti jep besën, lirisë të dheut, pavarësisë, ku diun, demokracisë. Edhe në raport me individin. Prandaj thonë tani vërtet ti lidh besën me filanin, po jo që të mbytesh me të në lumë. Domethënë, ne të dy jemi kundërshtar në bindje. Unë jam i djathtë, ju jeni i majtë. Është më se normalja. Jo, unë nuk e ha djathin asë drejtë. Mirë ka, po, djati tha, po i gjeti miu, djati më falas, ta dje që e qarkë, se s'ka djatë falas. Por, çfarë bese mund lidhin ne me njëri tjetrin, në parlament, për shumë. Besa është me parimin. Ne nuk do godasim poshtë brezit. Jo, nuk flas për këtë, në rastin, besa e jepet kushtetutës, nëse ne flasim për besë politika, besa e jepet kushtetutës. Neve para se të jemi politikan, ligjit, jemi individ. Unë kam parë, ti ke qenë prezident vetë aty. Qa zhargoni, nuk e di domethënë, bastard është përdorur mes kolegëve. Po, e di. Nuk ke qenë vetë prezident. Ka ardhur tjetri edhe ka kaptua, do të thënë kam pa vetë. E di. S'po përmendin emra. Po nga njerë dhe detyrosh, edhe unë nuk i kam shpëtuar do të kësaj, po mund të ndodhë një herë apo 2 herë. Unë te News 24 për desh për theva ta gjuaja tjetrin në Pedro të gjithë, flasim se këtu jemi ancensur të fara, kupton? Sepse ta cilin majt hunës paguhen keq paguhen. Jo, është puna gjithmonë te fyerja, se mirë. Te fyerja, se të fyen tjetri dhe ti duhet të mbash veten, edhe se të shikon familja në shtëpi, edhe rrethi shoqënor, po është edhe krenaria. Po e kam fjalën ndryshimi midis besës edhe omertës. Në qoftë se neve i lidhim fjalë me njëri tjetrin, që sido që të shkoj klima politike, neve nuk do ta godasim njëri tjetrin poshtë brezit, hiq kontratën sociale që ti bën me kushtetutën, si ti si unë. Por vetëm shoku e ke gabimin. Në këtë rast besa i jepet vetes. Pra, në qoftë se ti ja jep këtë besë vetes, e ke fituar davan. Po. Pra, është një çështje, për mua është një marrëdhënie më shumë me vetveten se sa me kolegun. Po. Pra, në qoftë se ti e ke këtë angazhim dhe e kalon pastaj nëpërmjet sprovave, është dava e fituar. Për mua është marrëdhënie me veten. Ajo që thua ti domethënë që unë e kam dhënë besën aty për votën,
Ai Shkodo merda. Jo, ajo e kam fjalën këtu që jo, ne po flasim për rastin kur ty vinë dhe të bëjnë një ofertë korruptuar. Po. Edhe ti nuk e denoncon. Ky është problemi. Në këtë rast po them unë që shpesh herë kjo besa ndikon për keq, domethënë nuk denoncojmë. Neve që jemi nga Fieri e kemi kështu këtë, që neve as nuk pam, as nuk folëm, as nuk dëgjuam. Është ai qytet se që ka diçka, e ka diçka, e ka një gjë kështu. Ka një gjë që domethënë e ka grintën pak që shprehet në një mënyrë më afatgjatë. Domethënë të peshon mirë, nuk është myzeqari, si më thënë, që të bën gjyqin me një herë. Edhe t'jep vendimin. Të provon, edhe ka të zgjuarsin, maturin, pjekurin që të peshoj gjatë. Pastaj të jep vendimin. Mendon kam një pyetje shumë të bukur. E di që do ma kundërshtosh me argumenta. A mund të jetë Fieri Shkodra si Shkodra për PD-n në zgjedhjet e kaluara? Domethënë Fieri për PS-n, të jetë si Shkodra për PD-n, që ta humbi bastion. Deri tani s'mundet. Sepse boll ka ndëruar edhe Shkodranët 34 vjet PD-n vetëm i merrte dhe si bonde asnjë lloj investimi. Edhe bollë kanë ndëruar edhe PS-n aq vite, po që s'është vetëm fasada apo funditës. Nuk është se është përmirësuar jetesa e qytetarit. Ja, jetesa ka ndryshuar shumë, po patjetër që ka plot gjëra për të bërë edhe në Fier. Po unë mendoj që Shkodra është një histori krejt tjetër. Domethënë, sepse Shkodra është dhe një lloj historie vetë izolimi në një farë mënyrë. Po. Që është keq përdorur. Bie fjala, ne nuk i kemi thënë ndonjëherë Berishës pse shkon në Fier. Berisha e ka thënë Nanos pse shkon në Shkodër. Nuk e mirë pritur në Shkodër, dhe i nxori prit përballë. Kjo s'ka ndodhur asnjëherë me Fierin. Dhe unë mund të themi gjë, se tani i kthemi dhe historisë. Unë jam zgjedhur kryetari i PS-s në Thënjish, nëntor në Thënjë. Se ne të majtët nëntorin e kemi të shenjtë. Nëntorin, kështu që unë kam atë fat. E kam atë fatin që jam zgjedhur në nëntor. Janë bërë zgjedhje vendore në 26 korrik në 92-shit. Po. Historia e qytetit ka qenë pak komprometuar, sepse ne bëm raundin e parë të zgjedhjeve, praktikisht duhet këshin fituar, pa ata bën një manovër dhe e nxorën balotazh. Kur bë balotazhi, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur një gjë që nuk ndodh kur besoj në asnjë vend botës përjashto këto vende diktatoriale. Djibouti. Në çdo qendër votimi u hoqën 100 zgjedhës të PS-s dhe u plotësuan me 100 zgjedhës që vinin nga komunat e tjera. Se ke pra atëherë nuk ishte bashkia e madhe, ishte bashkia e vogël me komunat. Në çdo qendër më. Imagjino sa qendra votimi ka Fieri, 100. Hiq 100, vur 100. Dhe u bë balotazhi që ta fitonin këta. U hodh në gjykatë lartë, edhe gjykata e lartë dha vendimin për t'i anulluar zgjedhjet e balotazhit. U gjet një zgjidhje e kohës komunizmit, u mblodh plenumi i gjykatës së lartë që anulloi vendimin e trupës gjyqësore të gjykatës së lartë edhe që i la zgjedhjet në fuqi. Domethënë kjo është një histori e tmerrshme. Kjo ka ndodhur me vërtet. Ka ndodhur, realisht ka ndodhur. Është plotësisht e vërtetë, është një gjë e tmerrshme, vetëm që s'ke kështu e përdhunshme. Do siç ndodhi 2 vjet më pas në Libofsh, edhe 4 vjet më pas në zgjedhjet politike dhe pastaj edhe në ato vendore. Flas gjithmonë për Fierin. Natyrisht dhe historia e Shqipërisë. Po jemi te kjo. U bën zgjedhjet, mbaroi kjo histori, u formua këshilli bashkiak dhe do zgjidheshin drejtuesit. Ne kishim 10 këshilltar, kam qenë dhe unë, ne kemi pas një grup këshilltarësh fantastik, nuk krahasohet me tanishëm. 10, 9 kishte PD-ja, 1 PSD-ja, 1 PR-ja. Po. Dhe ata nga që ishin bashkë beshin gjithmonë 11 me 10. 11. PD-ja propozoi Enrik Veizin, Diespast. Po. Diespast. Inxhinier i cili dini u dënua me burg, etj. Unë e kërkova që të ishte këshilltar nga Partia Socialiste,
më tha që do pyes shoqatën e përndjerë politik, sigurisht që ata i thanë jo, dhe ai kandidoi për PD-n dhe ishte pjesë e nëntshës së PD-s. Po. Kandidoi për kryetar këshilli dhe sa vota ka marrë thotë? 21. Pra, ne të 10 këshilltarë socialistë ja kanë dhënë votat atij. Mendon do ti që kjo mund ndodhte në 92-shin në kulmin e asaj përplasjes morale. Jo. Ja, kjo ka ndodhur atëherë. Po kjo ka ndodhur sepse Partia Socialiste ne pra kemi bërë ç'është e mundur që të krijonim një atmosferë. Partia Socialiste ka pas ajk atëherë. Unë kënaqem, i preferuari im, le të thon djathtë çat don, i preferuari im është i ndjeri drejtorova Golli. Nuk kam lënë libër pa i lexu, nuk ja dëgjoj vargjet akoma në YouTube. Më zë gjumi me ato vargjet. Kolosal, i majt në mendime, në mentalitet, po i majt liberal, me atë idenë që shikoj se duhet. Kur shikoja të parlamentin 92-shit me profesor, doktora, artist. Ka disa njerëz që mbeten gjithkohës modern. Shumë ti që parë, kur e hape, edhe duke bërë dhe komplimenta, përmendë këtë që një politikan i vjetër e këtë. Tani po të them, një xhaketë socialiste, kur është socialiste me fyt, nuk është asnjëherë e vjetër. Po. Është gjithmonë e re. Po. Që do të thotë nuk varen gjërat nga mosha apo nga. Se janë universal. Problemi është që se sa shqisat e tua janë lidhura me ndryshimin, me modernizimin, me të ren. A kupton, nëse ti këto shqisa i ke aktive, unë mendoj se do jesh tërkohës modern. Që juve jeni më i ri se 50% e grupit parlamentar që janë në moshë 30 vjeçë, 34 vjeçë. Nuk i pranojmë diversionet. Ma lër mua ta them. Ma lër mua. Nuk i pranojmë diversionet. Sepse një fjalimi juaj në parlament ekuivalentohet me 50 budalliqe që nxjerrin nga goja dhe nuk din as çfarë flasin. Domethënë, kjo është humbja më e madhe. Nëse Partia Socialiste, që unë mendoj se është aset, dhe jam i bindur që është aset, është kapur nga një klasë, për mendimin tim, malinje, në rasti më të mirë, është malinje. Domethënë, po e përdorin një aset kombëtar, po e përdorin për pushtetin e vet. Kto që diskutuan në hipoteka tjetër. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me PD-n. Po PD-ja plasi para jush. Në 2021-shin PD-ja pati luftën e vet civile. Unë nuk e di se kur kjo luftë civile për të pastruar dhe gangrenizimin do vi brenda Partisë Socialiste. Po të përjashtohen njerëz me integritet nga një parti, unë mendoj se Edi Rama dhe Partia Socialiste nuk e ka luksin vëlla. Për kërkimin e mandatit 4. Nëse, domethënë, unë dua të them këtë që parti perfekte nuk ka. Po kërkoj perfeksion. Në kuptimin moral, në kuptimin e përbërjes njerëzore, në kuptimin e historisë etj. Domethënë ti do gjesh patjetër në historinë e një partie politike plot momente. Sigurisht nuk duhet të jenë përzira me krimin. Absolutisht. Siç për shembull ne kemi plot meta, por ne nuk kemi ngjarje si po themi 21 janari, që janë gjëra shumë të rënda. Shumë të rënda. Për një parti politike, siç është PD-ja, me fjalë, ose ajo që ka ndodhur në Libofsh, ti di. Po. Nga Fierish. Domethënë që unë mund ta them me një fjalë të një libofshari, i cili të nesmen erdhi në Fier, se punonte aty në një kompani ndërtimi dhe i thanë, po filan, ç'a ndodhi atje? Në Libofsh ç'a? Edhe ai me atë dialekt mëzëqar mirë tha, të keqen e gjermanëve. Të keqen e gjermanit. Të keqen e gjermanit. Ç'a të merre? Domethënë se unë atë ngjarje kam përjetuar vetë. Normale se ke kanë ndodhur gjëra të tmerrshme, të pa imagjinueshme, vetëm që në atë kohë s'kishte media, s'kishte celular nga këto të sotmit. Edhe që Sali Berisha pastaj quajti tuf me lule për demokracinë. Mbaj mend Bilej kanë bërë një shkrim të Zëri i Popullit që është tuf me lulet për gjakura. Jo për. Kështu që pra dhe historitë e partive politike kanë ato kompromentimet e veta. Mos qofshin të rënda, domethënë, po. Kështu që e kam fjalën këtu që patjetër se varet nga këndvështrimi që ne mund gjejmë plot defekte në një forcë politike edhe në rastin e Partisë Socialiste. Por ta them përcaktimi malign ose benign, kam përshtypjen është pak e asaj kategorisë që ti ishe kundër. Jo, se 100%. Jo, është malign, është sekti. I bardhë ose 100% i sekti. Pra, pse e quaj sekt?
luftë, më thënë, klasa ka. Klane ka brenda partisë. Pakën Partinë Demokratike që unë aksesoj ndonjëherë, sa futem atje e di se kush është kundër kujt. E di kush është, se e kemi aq nuhatja. Ka klane. Leça nuk shfaqen në televizor që ju jeni të unifikuar. Unë kam vetëm një klan, klani im ka vetëm një antar, Petro Koçi. Pikërisht pra. Prandaj sot ti nuk je pjesë e strukturave. Bile, ja, shiko. Po është edhe kjo më Pedro tash. Shiko çfarë ja, po të themi një gjë tani që po themi një gjë të sinqertë që nuk e kam thënë në asnjë media publikisht. Kam përshtypjen që kryeministri ka dashur që një kategori njerëzish ta menjanonte nga këto zgjedhje. Mirë po, marrëdhëniet njerëzore janë gjithmonë të vështira. Po. Domethënë se nuk duan vetëm kuraj, po duan edhe gjykimin që impakti të mos jetë negativ, pra të mos krijoj vetëm një dëm marrëdhëniesh ndër individuale, po mos krijoj një dëm politik. Se je në prag të zgjedhje. Po. Dhe atëherë unë mendoj që për të shmangur, po themi, këtë kategori që mund të jenë disa individ caktuar, gjithmonë është hipoteza ime, unë nuk është se kam ndonjë indikacion, as ndonjë bisedë me kërkon. Argumenti jo. Kjo është biseda ime me vetvete. Po është argument, është refleksion. Atëherë për të shmangur këtë lloj kategorie u gjet një, po themi, një kriter që po themi diqte të njomin me të thatin. Edhe prandaj u bë ajo që u bë, sepse ndryshe u tha në mbledhjen e asamblesë, kur u tha që kush ka më shumë se 2 mandate nuk do jetë në listë të mbyllur, pastaj u la me një mandat ishin të gjithë ata që ishin deputeta, kupton? Ishte pa. Dhe u gjet një rregull i ri dhe pastaj gjithë të tjerët, po jo të gjithë në fakt, u lanë në listat e hapura. Në rastin tim unë nuk kisha zonë para, nuk mund ti kur s'ke një zonë të caktuar nga ku të startosh fushatën, është naivitet domethënë të mendosh se do hysh garë dhe të fitosh. A kupton? Dhe unë nuk jam në atë moment karriere që thjesht bëj ndonjë provë. Nuk e di. Mos jam për të bërë prova tani. Parësi jeta është gjithmonë një provë dhe sprovë. Absolutisht, po në atë lloj gjë jo njëherë. Nuk ke kalu provën. Në hapis prova nga ato që inshallah na lët me kaq. Që nuk janë të rënda në kuptimin jo, në jetën e njeriu të familjes së tij. Por e kam fjalën që në stadin politik që jam unë nuk kam nevojë që si thua të bëj nga këto lloj provash. Kështu që atëherë thash unë nuk mund të jem në këtë listë, do luftoj për Partinë Socialiste. Normale, Sama Krau. Është organike ajo. Etj. Unë jam themelusi kësaj partie, nuk jam kështu. Edhe unë bile kur ma përmendin disa këtë çështjen e 2008-s, kur u shkëputa. E kam thënë kështu. Sakrifica ime më e madhe për PS-n nuk është fakti që më drejtuan burën kokë dhe më morën peng. 2-3 orë në fier nga kriminalët e Salit. As fakti që erdhen në zyrë, më troqën zvarë, më çuan në qeli, më qethën kokën e tjerë. Fare. Se këtu ç'a merite kam? Nuk kam ndonjë merite, është merite PD-sa, nëse quhet merite apo. Sakrifica ime më e madhe që kam bërë ndonjëherë për PS-n është që bëra atë që bëra kur u miratua ndryshimi kushtetues në 2008. Votova kundër me bindje të plot, edhe sot jam krenar me atë votim. Domethënë unë mendoj që në gjithë jetën time parlamentare votimi im më krenar është ai që votova kundër atij ndryshimi, që ndryshoi thelbin e Republikës. Kështu që ajo është sigurisht që unë me statut është që kur ti nuk voton qëndrimin e partisë në marrëdhënie me kushtetutën, përjashtohesh. Ashtu është statuti. Po, është statut. Dhe është i drejtë. Pra, buxheti 1 dhe ndryshimi të kushtetuese 2 janë automatike. Qofse një deputet nuk voton, është përjashtohet. Kështu që s'kishte më vend për mua. Unë, si më thonë, vetë përjashtohet. Ai është vetë përjashtim, po themi tipik. Ose klasik. Kështu që ajo është sakrifica ime më e madhe. Është domethënë dhimbje e madhe sepse praktikisht unë i rash me shkelm interesave të mia personale, ku do vije unë me atë partiçk.
S'bëj fjalë për karrierë. Po i qëndrova mbas edhe me kokë fortësi. Po themi të malsorit jugor që origjinën e ka nga malet e veriut dikur. Se ashtu e ke origjinën. Origjina vjetër e 1300-400 është nga Dukagjini. Nga Dukagjini. Po. Qa bëhet këtu? Ne me ADN jemi kelt. Kelt. E ke bërë atë. Po keltët janë ilirik janë se? Ilirik janë pjesa e pastër. Janë dyndje që kanë shkuar nga keltët janë deri në Sloveni besoj duhet të ketë më shumë. Kështu që mbase ka qenë dhe kjo kokë fortësia, domethënë, po. Genetika. Nuk të lë genetika, s'të lë genetika. Sigurisht i vepron. Kështu që unë jam një njeri i rritur në dy bregdetet, në Jonë dhe në Adriatik. E kam këtë privilegj. Kështu që po raporti jot me doktorin si personazh. Si është, si mund ta mbledhësh në një paragraf, se më intereson shumë. Shiko, se në thelb unë di që doktori i vlerëson njerëzit inteligjent. Doktori është vështirë ta kesh armik përballë, është, nuk e di domethënë, është më i egër se Sarama, është fundamental, është. Shiko, unë pavarësisht se ç'më ka ndodhur, domethënë nuk kam asgjë me natyrë personale. Bile, unë nuk është se provoj ndonjë kënaqësi, për shembull, nëse ndonjësi ka lëp i tij, përfundon në pranga, s'është se më jep në ndjesi pozitive. Shumë njerëz mund të kënaqen, të ngopen në këtë. Kur shikojnë, mund ta shikojnë gjë të tillë ose kur e imagjinojnë. Unë nuk e kam të gjë, por them politikisht është njeriu që e ka tërhequr Shqipërinë në zvarr. Së pari një duke tërhequr zvarr Partinë Demokratike, se po përdor fjalën aset që është përdorur shpesh, por dhe ti e përdore kur foli për Partinë Socialiste. Dhe e trajtoi si pronë private, por si një bajraktar. Dhe në qoftë se ai në mandatin e parë si president ishte më shumë punist diktatorial, pra dhe i dhënë më shumë mbas pushtetit në kuptimin politik të fjalës, lavdisë së pushtetit, mundësisht po të kishte një gjë më shumë se sa president, atje do vinte ai. Po s'kishte më shumë se president. Ambicien e donte atë. E ka ambicien shumë. Kurse në mandatin e dytë, tashmë si kryeministër, ai do ndoqi ca parime të tjera për fitimin financiar dhe ekonomik. Dhe u bë pre të familjes së vet. I referohesh në të apo të 2000 kur erdhin 2005. 2005. Po si ka mundsi 2 mandate. 2005-2009 pendohet sigurisht qeveria edhe me statistika, qeverisja më e mirë në 34 vjet. Jo, unë po them ai si person. Ai si person, individi thotë. Si individ, ai domethënë sigurisht që donte pushtet, se nuk është se por domethënë ndryshe nga mandati i parë, që thash donte sa më shumë pushtet, lavdi, lavdësi. Ai ishte si sekretar i parë, domethënë mësuesi, dhe unë e kam thënë që monizmi tek ne ka rënë 97. Dhe rrëzoi populli, jo Partia Socialiste. Po të qep për Partinë Socialiste do rinte po do janë pushtet akoma. U ngrit populli për unë mendoj dy arsyet e para ishin politike. Para sepse përjetuan të njëjtin, po themi, natyrë shteti të 45 viteve edhe në ato 4 vitet e para. Po tani më me sy hapur se iku frika. Në periudhën, jo frika, frika është një gjë tjetër. Frika iku nga që humbën parat. Ishin më sy hapur, pra e kuptonin më mirë çdo të thotë diktaturë ose diktat, punizëm, luftë klasash etj. Dhe prandaj u ngrit. E dyta, arsye politike ishin zgjedhja në 96. Dhe sërish merit e popullit, jo e Partisë Socialiste. Thash, po të qepër Partinë Socialiste nuk do ndodhte dot asgjë. Dhe po ta them unë që serinë e demonstrimit publik paqësor në Fier e hapëm ne si parti. Jo siç ka ndodhur për shembull në ca vende të tjera që u ngrit populli një herë etj dhe pastaj ju bashkangjit edhe Partia Socialiste. Pastaj arsyeja financiare ishte një arsye më shumë teknike që shërbente më shumë si alibi dhe si për po them si justifikim
shpeshherë individual që njerëzit të shpërthenin në protesta. Kështu që po cili ka qenë interesi i Sali Berishës në atë kohë të rrëzonte veten e vet, se kjo është pikpyetja ime shumë e madhe. Domethënë, ai nuk e bëri se do rrëzonte veten e vet. ai ra sepse nga që nuk ra dot në 91-shin ajo, domethënë institucioni i punizmit, s'kishte rënë akoma. Domethënë ky e ringriti dhe prandaj dhe ra. U ringrit punizmi dhe u rrëzua, dhe u rrëzua përfundimisht. Sipas argumentimit se nuk mund t'i themi në dy mandatet e tjera, kur edhe më pas, ose ta quajmë një mandat e vjeçar. Ai nuk qe më punist, ishte ai se thash ndryshoi, u bë kapitalist ai filloi të kërkonte xhixhat. Kështu që prandaj them edhe kjo e rrëzoi atë. Prandaj u rrëzua shteti. Pra, siç në 91 ka ndodhur 2 herë. Pra, në një farë mënyrë ra komunizmi si qeverisje, si nocion filozofik, më shumë si qeverisje në 91-shin dhe ra shteti. Po pastaj duke u ringritur, u dështi të rrëzoi përfundimisht, sepse nuk ra përfundimisht. Edhe mund ta krahasoj edhe me historinë e Firit. Mbaj mend që morën busin e Enveroj dhe hodhën Gjanic. Po. E bile ka qenë dhe Koçoko Gdhima, më thonë. Nuk e kam para dhe si moment. Pastaj këta e ngritën, e pastruan dhe e vunë prapë në vend. Kush? Këta komunistët. Komunistët? Po, militantët, shoqata Enverogja, veteranë. Veteran. Dhe mbaj mend, kam para dhe si miting, kur është rivendosur. Kam qenë me Arsen Hoxhën, arbitrin e famshëm, të cilit jam shumë i njohur sepse ne kemi qenë bashkë te shkolla industriale në Fier dhe bashkë bënim biseda politike të hapura, do mund të quhesh edhe të rrezikshme, po që e përshëndesim. Ai kishte atë shpirtin liberal të dur që një njeri si unë të zbërthej njëkohësisht. Edhe mbaj mend që kur na vinin këta instruktorë nga komiteti i partisë, ne përplaseshim hapur me ata atje. Ishte në rastin tim ishte edhe mosha. Po e kemi parë të dy ato mitinge dhe thanim se ishte kështu me qerrje, me thirrma. Edhe do thuash si është hequr busti. Bustin pastaj kam hequr unë. Si e hoqa. Unë i thira këta që e donin Enveroj. Edhe i binda, i thash, hiqeni se do vi një moment do ja heqin me xvarr sërish. Do ja përdosin liderin. Jo, po kështu, pa ashtu, bëra një punë me ata, pastaj kam folur me ish-kryetarin e komitetit ekzekutiv, një burr shumë i mirë. Edhe e hoqën pastaj, sollën një mjet që është hequr busti, sepse ata e ruanin me armë. Këta të shoqatës e Enver e ruanin me armë. E ruanin akoma me armë. Ku ka qenë? Vetëm ma kontekstualizo. Ka qenë aty përballë që sot është bashkia. Po. Motel Ulisha e bashkisë. Afër kinoteatrit. Kinoteatrit, po. Pra jo drejt me atë. Po, domethënë është mes teatrit edhe bashkisë. Tek Ulisha aty. Kurse tek ish salla e plenumit që sot është salla e Këshillit Bashkisë. Po. Ishte prap busti në Enver dhe kur vetëm unë atje për të parë që hyn ato zyra, i them aty çuçi hiqeni. Ato pastrueset e shkreta më shikonin. Po si ta heqim? Hiqeni thash më një herë. E hoqëm. Zoti mo, histori, ato janë vite. Pra e kam fjalën, ai e ka tërhequr Shqipërinë zvarr dhe kjo është e pafashme për të. Pastaj në plan individual Si mendonin se dalin këto zgjedhje, Petro? A ka një shans real Partia Demokratike për të bivendosur ose për ta kufizuar pushtetin? Unë besoj do marri më pak se 21-shin, Partia Demokratike. Më argumenton pak të lutem? Ja, të argumentoj njërë me imazhin. Po, okay. Imazhi i PD-s është ajo që ti the në fillim, që the evolucioni nuk është vetëm evolucion, progres, është edhe regres. Pra, PD-ja ka pësuar një regres. Imazhi i Sali Berishës i ngulur aty si një piedestal, si një monument që unë besoj në shpirtin e demokratëve të mirë, është si një thirrëm që kur do ta heqim ato siç është hequr busti i Enverojës përballë muzeut kombëtar. Ndoshta është e kundërt. Është që duhet hequr, e kupton, sepse është
nuk e di, është e pamundur. Do prandaj them PD-ja është simboli prapa kthimit. Dhe unë besoj një kategori aty që janë edhe kandidatë sot, dhe në listat e mbyllura, mezi presin që PD-ja ti humbasi zgjedhje. Jam i bindur, tjetër gjë se askush nga ata nuk ka një përfitim që ta artikuloj këtë gjë. Po që jam i bindur që, sepse ata mendojnë që nuk ka asnjë perspektivë PD-ja me Saliu në krye. Por ai ka bërë një gjë, domethënë ai po formon një grup parlamentar. Pra, shiko çfarë janë këto zgjedhje. Partia Socialiste fiton zgjedhjet dhe rifiton qeverisjen, Saliu fiton grupin parlamentar. Pra nëse deri dje kishte pak më të e kishte të koklavitur, tani e mbledh. Të shkarpërdar, tani e ka më të përqendruar, por kjo tani çfarë solli që e djatha u coptua më tej. Dhe në kuptimin e teknikës zgjedhore dhe të llogaritjes së mandateve, ky coptimi së djathtë është sërish një avantazh i madh për Partinë Socialiste, por dhe një argument që më pyet ti i asaj, po themi, i logjikës time se si do dalin zgjedhjet. Po me pak kënaqurit e PS-s. Pra, 12 vjet qeverisja krijon edhe shumë të kënaqur që u lidhen interesat normale. Më shtrohet rruga mua para shtëpisë, kam qenë me Balt. Më shtrohet Edi Rama, ja Edi Ramës, Petro Koçić, Pendigash. Po ka dhe nga ata të pakënaqur, siç ka çdo parti. Kjo votet pakënaqurve të Partisë Socialiste, ku mund të shkojë o Petro? Se që si merr PD-ja nuk i merr, se nuk po luajnë. Të shkoj diku tjetër. Se nuk po luajnë ata për të marrë vota PS-s. E para mirë se, domethënë, po të shikosh tek e majta nuk është se ka faktor përveç PS-s. Po LSI-ja që ka qenë fraksion apo tani është parti klienteliste? E çan dyshim ka nga PD-ja. Ata bile prandaj ndryshuan, një nga arsyet që hoqën dhe termin ishte pikërisht kjo për të thënë që ne jemi kështu si të qendrës, domethënë. Partia e Lirisë. E hoqën Lëvizja Socialiste për Integrim. Domethënë këto janë terma ose emra të partive që janë nga djathta kryesisht. Domethënë Arlind Qorri për Dele Libertà, siç është ajo. Po 5 Stelle gjona çfarë. Nuk janë. Po Arlind Qorri mund të maksimizojë votat majta apo nuk shkon njëri. Arlind Qorri nuk mund themi që është i profilit të djathtë. Jo, pa diskutim, por dukshëm majtas. Shiko, ka një gjë që kategoria që është përpjekur të kap ai dhe ka qenë kjo pak fasha e pensionistëve të tjerë. Është shumë patriote. Në çë kuptim? Jo në kuptimin që duhet të jenë patjetër militant të PS-s, por që bëjnë llogari kur vjen në zgjedhje. Domethënë që të thonë tani, shiko se ne po të heqim vota PS-s, japim shanse atij të mallkuarit. Kështu që mund të kenë një lloj simpatie bie fjala, por që nuk kthehet në vot. Që unë kam provuar edhe vet. Domethënë kur isha kur dole me PSV na thënjishin. Domethënë shumë njerëz më thoshin që po ti na heq. Ke të drejtë, por unë nuk votoj dot për ty. Sepse ndahen votat, ne do votojmë kështu. Ke qenë atëherë në Berat midis Medës edhe unë isha i deleguari. Ti ishe që tha ajo gruaja? Po, nuk dallohem se kam ndryshuar shumë. Arrin, po ke qenë me flok. Jo, se maj mend, nuk e maj, që të mbaj mend të njohun ty kudo që natën nxjerrësh të njoh. I deleguar isha unë dhe këta erdhën dy po themi pashallar të politikës. Po, domethënë. Edhe që u ngrita. Ke qeshur atëherë o Pedro, apo e mbajte vetëm vazhdet. Jo, do t'rregoj një gjë tjetër që është më interesante. Mbasi u bë mbledhja, ne shkojmë edhe ham atë drekën, po themi normale. Të pajtimit. Jo, si ishte, Ilir Meta iku. Ndonjëm ne me nanon. Po. Se ishte ajo koha e përplasjes. Ka qenë Fadil Nasufi kryetar partie. Edhe duke ngrënë drekën, ngrihem unë dhe i them unë, dëgjoj Fatos. Ne i thash do e fitojmë dhe këtë betejë. Por mbasi të fitojmë këtë betejë, i pari njeri me cilin ti do merresh kundër do jem unë. Dhe thot ai, "Hemo shiko çfarë thot shoku Petro, tha, kështu si me humor." Edhe ajo ndodhi vërtet. Ti mbase nuk e ke ndjekur, por ndodhi ajo përplasje. Unë isha sekretar organizativ, u bë votimi i famshëm në KPD në atëherë, 51-50, që unë të shkarkohesha. Ai më kërkoi dorëheqjen, unë i thash nuk jap dorëheqjen. Bile i thash
mund ta quash mungesë modesti dash, po sekretar më të mirë organizativ s'ka pas ndonjëherë Partia Socialiste se sa Petro Kuçi. Po jo tharë se mund të jesh ta sekretar ndërkombëtar ose i marrëdhënë me publikun. I thash jo. Unë nuk jap dorëheqje dhe sikur një vot marr thash do hym në votim. Edhe mbaj mend atëre ka pas munguar, po imagjino kërkesën për shkarkim e bëri gjithë udhëheqja e partisë. Iliri, Fatosi, Gramozi, Të gjithë. sekretarët e partisë që ishin kolegët e mi aty. Edhe do më na i mblodhi një 70 ca vota kështu me shkrim. Mirë po ka munguar mbaj mend Hamdi Jupe, duhet ta njohësh se ka qenë gazetar i Zërit Popullit. Po si fytyrë po, me emrat jam keq. Po, ka qenë gazetar i famshëm te Zëri Popullit, po ishte antar i KPD-s. I KPD-s. Ka munguar Arta Dade dhe i ndjeri Sabit Brokaj. Që këta po të ishin në fakt do votonin për mua. Po për Arta Dade kam super respekt si zonjë. Por në fakt unë e kisha vendosur që dhe po të fitoja do jepja dorëheqjen, se tani nuk shkon që ti të vazhdosh të punosh me kryetarin që të ka thënë jep dorëheqjen, me sekretarin e përgjithshëm ka thënë dorëheqjen, me sekretarin në ardhën e publiku që ka firmosur largimin tënd, domethënë. Ishte thjesht për kokforcia, hajde ta fusim votim. Ai votim ka qenë një fitore morale e madhe për mua, jashtëzakonshme, kur e kujtoj edhe sot. Pavarësisht se unë humba me një vot. 51-49 dolët, a? 51 me 50. 51 me 50 vota, domethënë nga 101. 51 ishin kundër, që unë të 50 ishin pro. Po ç'ë 50-50 gati, ç'a një vot, ajo vota dihet se si është. Po jo, unë dhe po të fitoj thash, nuk do rri, se nuk shkonte. Domethënë i kisha gjërat fiksuara. E di ç'a keni të mirë juve? Domethënë një gjë që unë e dua shumë te PD-ja të ndodhi, po nuk ndodh valla. Strukturat i keni fenomenale valla. Ne kemi si ta jo mberathon, vetëm juve dhe o, sa kam qesh. Shiko, edhe këtu po të them një, nuk është sekret, po është një kështu ndodhi organizative. Ne kur do u bë ndryshimi i emrit, se praktikisht në fillim ka qenë ndryshimi i emrit, asgjë tjetër. Në Fier ne kemi ngritur partinë nga e para. Domethënë ne nuk u bazuam te strukturat e Partisë Punës. Po vinim për shembull në një ish komun, akoma ato ishin kështu, quheshin këshill popullori. Po, këshilli popullori i një zone, ka qenë kooperativat bashkuara, kishin nga një zonë kështu. Edhe ne krijojmë grupe nismëtare dhe krijonim nga e para partinë. Dhe vinim në krye njerëz që ishin antar të Partisë Punës. Dhe për shembull kur kemi bërë bilancin në fund dhe ka ndodhur në 92-shin, pra nga 91-shi nga qershori, diku nga 92-shi fillimi kur janë bërë zgjedhjet vendore pak a shumë, po mbyll edhe ky proces. Ne 70% partisë e kishim komplet të re. 30% kishim të Partisë Punës. Po. Bile më shumë nga këta ishin kjo pjesa e organizatave në lagje që në atë kohë ishin vetëm pensionistë dhe veteranë. Dhe si më thënë, po ne kishim ndërkohë dhe kështu organizata në bazë profesioni. Vetëm në Fier kanë qenë këto. Shumë organizatë arsimtarësh, organizatë mjekësh, organizatë e punonjësve të kulturës, ekonomistësh, agronomësh, intelektualët juve. E kishim shumë mirë ata. Ajo është një skem fantastike. Plusin e kishim dhe ca komisione në bazë profesioni, që bazën e kishin të këto organizata, që ishin më masive, edhe pastaj po kështu ka nisur. Mirë po, ne në fakt në atë kohë nuk kishim një strukturë të ndërmjetme. Pra kishim organizata që në atë kohë quheshin akoma organizat bazë. Më vonë është bërë organizat socialiste dhe emrin në statut e kam vënë kur isha sekretar. Dhe prandaj thuhet OS, Organizat Socialiste. Atëherë është etiketimi i lezetshëm është për OS. Kështu është vënë në statut. Kohën që unë isha sekretar organizativ, që kemi bërë ndryshimet në statut. Dhe ne vim një ditë këtu te kryesia e partisë, mbajmë të kemi takuar atë me Rukën, Amikun, Maqon, Lakrorin, e ca të tjerë. Dhe i themi duhet krijuar një strukturë ndërmjetme, se nuk mund të funksionojë kështu nga organizata direkt te komiteti, pra ta zëm te kryetari i partisë te kryesia. Dhe kështu është krijuar këshilli zonal, që ishte në bazë komune pastaj. Mirë pa, ajo ishte një strukturë shumë e rëndësishme për të bërë koordinimin mes gjithë bazës partisë dhe drejtimit domethënë ju jeni vendor. Jeni kështu, jeni zinxhir. Domethënë një organizatë. Ajo strukturë vazhdon edhe sot, është shumë e fortë, kuptohet partia është bërë më elektorale se çka qenë.
por vazhdon të mbetet organizative. Dhe do ishte gaf nëse jep e shkelmi, po themi, aspektit organizativ të Partisë Socialiste. Një nga arsyet që ne në gjithë, po themi, ish lindjen, parësi se ne s'jemi lindje me thënë drejt si pozicion gjeografik. Ne jemi perëndim. Mund të quajmë jug lindje në një farë mënyrë, po e vetmja parti që ka mbijetuar, dhe jo vetëm që ka marrë kaq mandate rradhës, po që ka mbijetuar fort, pavarësisht dhe kur ka qenë opozit. Gjithë tjerët janë shkrirë këto, ish komunistët që quhesh. Është sepse ne kemi ruajtur këtë strukturën organizative. Shumë. Dhe patjetër janë edhe ca çështje tjera, siç është çështja e luftës antifashiste, ku dhe ky ka qenë një element shumë i rëndësishëm në kuptimin, po themi, ideologjik dhe elektoral. Ose moral. Edhe moral. Po jo, edhe moral po, sepse e lidhëm me historinë. Po kjo ka qenë dhuratë nga djatha, nuk është se ka qenë vetëm merite jonë. Kjo është dhuratë faktikisht, siç e konceptoj unë, që të vendosim pikat mi, kjo është dhuratë e historiografisë enveriste. Se me Enverin fillon unë egzagerimet i pranoj. Patjetër që kanë ndodhur edhe ato për ashtu filmat e Anagnosit mund të kenë filma, Anagnosi për shumë i ka qarë filmat. Njeriu që i ka thurur, po themi, vërtetësi luftës së dytë botërore, lufta është Anagnosti. Marrë në Blerim mbuluar, është krye vepër. Domethënë ajo ishte lufta, ose Gurët e shtëpisë time. Lufta ajo ishte, domethënë ca djem të rinj që me pak shpirt aventure, me shpirt patriotik sigurisht, po ajo ka qenë lufta e vërtetë, domethënë e asaj kohe. Por shiko, përtej kësaj egzagerimit, sepse natyrisht ajo është shfrytzuar edhe është përdorur gjatë gjithë periudhës komunizmit, ka një çështje që është thelbësore. Domethënë ti nuk mund të luftosh komunizmin bashkë me Gjermani. Me pushtuesi. Çdo më thënë kjo që balli kombëtar luftonte komunizmin. Është absurde. Ose në çizmën e Gjermanit ne bëm bashkim kombëtar. Këto kanë qenë teza që dhe sot nëse përdoren janë vetëm për të justifikuar. Se unë nuk po them që çdo ballist ka qenë një maskara. Nuk e diskutoj. Por në thelb qëndrimi politik dhe ushtarak i ballit kombëtar ka qenë në dëm të interesit tonë kombëtar. Partia Komuniste ajo që ishte, aq komuniste sa mund të ishte në atë kohë, natyrisht ka qenë dhe e mençur politikisht, domthonë ka menduar edhe për pushtetin e ardhshëm, se të dy palët mendonin për pushtetin e ardhshëm. Absolutisht. Se kjo të thuash ti që ai luftonte për pushtetin dhe këta të tjerë luftonin për idealizmat është një. E di se është problemi këtu, se unë kam diskutuar shumë shpesh. Këta gjetën rrugën e dur. Do thuash ti, a mund ta kenë përdorur edhe me llogari politike? Sigurisht mund. U pozicionuan gabim. Balli kombëtar u pozicionua në krahun e bllokut qendror. Ndërkohë që ju bashkua Gjermani, po pra, ju pozicionua, po të kishe fituar luftën Gjermani, do kishin dalë heronj. Pra, historia e shkruajnë fitimtarët. Këtë nuk është vetëm, shiko, në qoftë se terrenin politik ushtarak do ta dominonte balli, ne do kishim dalë vend humbës i luftës. Po. Po kjo është shumë e rëndësishme nga pikpamja e interesit kombëtar. Po. Dhe ty Troje do t'i kishte marrë Greqia, se Greqia luftoi. Plaçk lufte do ishim, po. Plaçk lufte. Po Jugosllavia luftoi, ata Jugoslavët, jo serbët, kroatët, ku diun. Çon si kanë qenë armiq, na kanë rrëmbyer, na kanë vrarë, ku diun. Po ata luftuan, ata quheshin fitues. Ne çfarë do quheshim humbës. Humbësit, ti e di çfarë ndodhi me gjithë humbësit në luftën e dytë botërore. Të gjithëve ju kafshuan tokat. Ju morën. Edhe sot e kësaj dite si kanë marrë dot. Ky është super. Gjermania u nda më dysh. Është super temper të. U bashkua sepse ajo është Gjermani vëlla. Po. Është Gjermani. E dyta është dhe ky procesi i integrimit e tjerë që shumë plag, do themi, i shoron në një farë mënyrë, por ne do kishim humbur territore, pa diskutim. Dhe ajo është merit e së majtës së luftës dytë botërore, që ne dolëm fitues. Për këtë do kemi një debat shumë të bukur bashkë. Pastaj, shiko, ç'a ndodhi më pas. Po, pastaj dihet se ç'a ndodhi. Ajo është një gjë tjetër. Është politika. Por ti nuk mundesh që me krimet e pas luftës të justifikosh ballin kombëtar të kohës së luftës. Është çështje
Është çështje për debat, jo. Se ti mund të kesh, po them, probleme. Unë nuk jam dakord me atë, që tasëm ka qenë gjyshi me ballin, mund të ketë bërë dhe krim edhe nipi tani internoi. Kjo është luftë klasash pastaj. Kjo është komplet gjë tjetër. Kjo është, unë sigurisht jam kundër kësaj, nuk mund ta pranoj. Unë mbarova shkollën, më çuan kalat Dodës. Unë vërtet kalova mirë me ata njerëz të mrekullueshëm, edhe sot i dua dhe më duan, e kupton? Por ishte pa drejtë një djalosh 23 vjeç, mbaron shkollën, rritur në qytet, ti ta degdisësh atje. Edhe jep 200 lek vështirësi është jo normal. Kështu që unë e di domethënë ta zëm ti, unë si isha internuar. Po. Por imagjino çfarë, po sikur ti je internuar dhe politikisht është komplet gjë tjetër. Kështu që patjetër duhen ndar gjërat, pra shapi nga sheqeri. Pyetja e fundit. Do të mbyllim me dua shumë të shkurtër. Sa mandate mendon ti, ose s'po ta lë kështu evazive. A e mendon se Edi Rama është poshtë 71 mandateve të legislaturë apo plus 71 mandateve? Unë mendoj që duhet rrotull 76. Mendon rrotull 76? Me këtë coptim që ka djathta, po. Rrotull kësaj. Tani mund të jetë ndonjë më pak, ndonjë më shumë, nuk e di se varet shumë nga, domethënë nga formula elektorale. Jo, triku ose Po pra triku është formula i numrave. Domethënë se ti me pak numra diku e merr një ose me pak e humbet, pra e merr dikush tjetër. Pedro, të falenderoj nga zemra, më ke kënaqur sot. Do të pres tani, e kemi publikisht, të pres për një debat konstruktiv mbi luftën e dytë botërore. Çka ka ndodhur në Shqipëri? Në kuadrin luftë civile apo luftë nacionale çlirimtare? Se këto janë dy tezat që hidhen. Unë nuk jam historian, por domethënë më shumë flas si politikan. Ai sa dim ne vëlla. Edhe unë mendoj kështu që është e pamundur të ketë luftë civile kur jenë nën pushtim. Kjo është tezë. Është e pamundur. Lufta civile ndodh, më shumë 97-a mund të rrezikonte luftë civile. Po. Por nuk ndodhi. E rrezikonte luftën civile. Ka ndodhur në Greqi për shkak kur ra junta. Po. Thuaj se luftë civile u bë. Ka ndodhur në vende të tjera, në Shqipëri jo. Të falenderoj vëlla. Nuk e di tani si mund të quhet kjo kur erdhi Zogu që ndoqi Nolin apo kur Noli Grushteti. Ishin grushte shteti. Ishin grushte shteti. Jo, tani nuk dim për masat. Luftë për pushtete ishin. Luftë për pushtetet. Jo, po varet nga kur ka viktima pastaj dhe nga numri dhe nga, domethënë, sa forca përfshihen në përplasje. Mund të filloj pastaj të mendosh edhe për luftë civile, po që unë mendoj që në Shqipëri nuk ka ndodhur ndonjëherë luftë civile. Të falenderoj, të pres. Juve pacient. E bëgjohet i sekretarin organizativ 76-a. Keni më pak se 30 ditë kohë për me ja ul hovin mbretit. Për me ja ul hov mbretit, por me këtë lloj podcasti, unë po ju tregoj gjithëve juve që toni ti gashe i djathëm të tash, çfarë respekti kanë dy njerëz qytetar për njëri tjetrin dhe pse me bindje të kundërta politike, qofse edhe historike me njëri tjetrin. Domethënë, qofse do ishte kjo, si thua, atmosfera në parlament në agorën shqiptare midis palëve, neve tani do ishim Monte Carlo. Po këtë e kemi vetë në dorë me njerëzit që u hedhin votën, pra juve të majt, juve të djathtë, hidheni me dinjitet votën dhe mos e shisni, as mos u alinit blijet dhe duhet i kërkojmë llogari, sepse ndoshta këto lloj zgjedhje janë fundi i tranzicionit të ashpër dhe tegër 34 vjeçar. Mos harroni të bëni subscribe ose të abonoheni në faqen tonë zyrtare të YouTube-it, që po rritet për ditë fal jush dhe fal kohës që juve na kushtoni neve. Dhe mos harroni më kryesorën. Jo, mos ta ndjerë se votojmë atë. Votojmë 6-ën, atë Adriatikun. Edhe La Civita 5-ën thot. 1, e dini vetë juve 5-ën për shpull. Mirupafshim, natë e mirë.